na trego për amanetin. Nëse ja lëmë dikujt diçka, edhe nuk janë krejt senet. Një këshill hoxh. Si duket ky që po pyet, i kalon dikujt diçka në amanet, me jarujt, edhe ai pastaj kur i ka marrë qoftë pare ose dukat ose çka do qoftë, nuk i ka marrë të plota, pra i kanë mungu diçka. Parimisht, pa dash me akuzu personin në fjalë, se unë nuk e di a ka një arsye që ka ndodhur kështu, themi kjo gjë është prej sifateve të munafikut, cilësive të dyftyrshit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përmend, thot, kush i posedon këto 4 vese, ai është munafik. E nëse posedon njërin prej tyre, ka posedu vese të munafikut. Wa idha tumina khan, ka përmend një prej tyre. Kur i besohet diçka, kur i jepet diçka, i lihet në amanat, merre çeto, ruje. Ai çka bën e tradhton. Këtu hyn edhe hoxhallarët, nëse kanë marrë amanet dinin Allahit, edhe pastaj e kanë tradhtu. Këtu hyn edhe politikant, të cilët e kanë marrë amanet shtetin edhe pastaj e tradhtojnë. Këtu hyn edhe prindrit që i kanë marrë amanet e vladët, edhe pastaj nuk e japin hakin. Çdo kush që ka marrë diçka në përgjithësi, është amanetxhi. Prandaj rujuni, sepse këto janë vese të këqija.